Horoskopi e enjte 19 mars 2026. Dashi, bëhu gati se hëna ka hyrë në shtëpinë tënde dhe do të qëndrojë aty 1-2 ditë. Sot emocionet i ke jashtë kontrollit. Ti lexon njeriu në ballë se çfarë ndjen. Do të bien mbi kokë ca punë dhe detyrime që i ke lënë pas dore, por ti je trim dhe nuk të trembet syri. Jep drejtim vetë çdo gjëje. Është koha të pastrosh shpirtin nga gjërat e vjetra që të rëndojnë. Hiqi plerat nga jeta jote, qofshin ato sende apo mendime negative, se ke një energji të jashtëzakonshme për të rilindur. Ndoshta do të pëlqejë të rish pak vetëm, në qetësinë tënde, për të vënë pak rregull. Një çështje që të mundon do ta shohësh me sy pozitiv dhe do të ndjesh një çlirim të madh në gjoks. Ec përpara se e ke rrugën të hapur. Kalojmë tek Demi. Demi, sot hëna po të thot ndalo, merr pak frym. Këto 2 ditë do të kesh nevojë të rish pak larg rrëmujës dhe zhurmës së përditshme. Pastroje mendjen nga mbeturinat e panevojshme që të lodhin. Sot fati të kujton disa punë të lëna për gjysmë, ose ndonjë sfidë që të ka dalë përpara, por mos u mërzit. Nëse ndihmon të tjerët, do e shohësh se sa shumë do të kënaqet shpirti. Edhe pse mund të ketë ndonjë keqkuptim të vogël, është kohë e mirë për miqësi të reja. Ke vullnetin të zgjidhësh një sherr të vjetër me një mik ose të kthesh në jetë një ide që e kishit harruar në sirtar, po kërkon kuptimin e vërtetë të jetës thellë brenda vetes dhe kjo do të bëjë më të fortë. Binjakët. Binjak të dashur, sot diçka do të ndodhë që do t'ju bëjë të besoni se ëndrat tua të vjetra mund të bëhen realitet. Doni të jeni punëtor, por mendja ju rri te lumturia e shpirtit, jo te paratë. Hëna po ju thot të fokusoni te dëshirat tua më të mëdha. Do të keni pranë një njeri të sigurt që di çfarë kërkon dhe do t'ju ndihmojë. Planet e vjetra po i rregulloni me shumë sukses tani. Jeni gati të prisni sa të duhet për të arritur qëllimin, edhe pse durimi s'është pika juaj e fortë sot. Kujdes, se Mërkuri po bën naze dhe nesër kthehet në rrugë të mbar, ndaj sot mos merr vendime të mëdha se mund të ngatarroheni kot. Prisni edhe pak sa të qartësohet koha dhe pastaj hidhuni në sulm. Gaforja. Ti gafore e ndjeshme sot ndihesh sikur ke një busull në dorë dhe e di mirë ku po shkon. Je shumë serioze me punët dhe përgjegjësitë e tua dhe kjo do të ndihmojë shumë. Megjithatë, mbaje veten dhe sot. Mos u hidh menjëherë në gjëra të reja, se Mërkuri akoma s'ka zënë vend. Ke ide të forta dhe të bukura që të nxjerrin nga rutina, por kujdes me gjuhën. Mos fol pa u menduar mirë, se fjala e thënë nuk kthehet mbrapsht. Përdore këtë energji të madhe që ke për të sistemuar punët tua praktike. Je bërë shumë e zonja për të gjetur zgjidhje aty ku të tjerët shohin vetëm probleme. Shijoje gafore këtë moment, kur mendja të punon si orë, por bëj durim edhe një 24 orë, se pastaj fati kthehet me ty. Luani. I dashur Luan, sot të ka kapur dëshira për të mësuar gjëra të reja dhe për të ndarë mendimet me botën. Saturni dhe Hëna janë bërë bashkë për të dhënë një shtysë të fortë. Ti ke një nevojë për pak ndryshim. Dëshiron të dalësh nga shtëpia, të shohësh njerëz, por ama do dhe të jesh produktiv, jo vetëm të shëtisësh kot. Mund të kesh ndonjë debat për një mendim ndryshe që do të ngel pak në mendje, por mos e lër që dita të prishet. Ti e ke mendjen tepër të mprejtë sot dhe gjen zgjidhje që askush tjetër nuk i shkon ndërmend. Je i fokusuar te njerëzit që do dhe tek punët që të japin kënaqësi. E ardhmja do të duket më e ndritur, thjesht vazhdo me këtë vullnet që ke. Virgjëresha.
Virgjëreshe e dashur, sot i ke marrë gjërat pak më seriozisht se zakonisht. Hëna po të shtyn të futesh thellë në brendësi të gjërave, të bësh si detektiv për të gjetur rrënjën e një problemi. Është një ditë ideale për të mbyllur ato detajet e vogla që të tjerët as nuk i shohin. Mund të kesh ca ngatarresa përpara, por ti ke zgjedhur të mos harxhosh energji me to. Ndërsa dita ecën, biseda do të bëhen më interesante dhe më shumë jetë. Ndoshta do të ndjesh një lloj konkurrence në dashuri ose me kolegët, por kjo mund të shërbejë si motor për të ecur më shpejt. Mundohu t'i bësh gjërat një nga një dhe do e shohësh që në fund të ditës do të jesh fitimtare. Peshorja. E dashur peshore, sot syt i ke tek njerëzit e zemrës dhe marrëdhëniet me të tjerët, po mundohesh të jesh korrekte me të gjithë dhe kjo do të kthehet mbrapsht me mirësi. Çdo gjë që mëson sot do të ndihmojë t'i bësh lidhjet e tua më të forta. Është një ditë e mbarë për të punuar me veten dhe për të patur më shumë durim. Një njeri i rëndësishëm mund të japë një mësim të mirë sot, qoftë edhe pa dashje. Bëj pak kujdes nga fundi i ditës, mos u nxito, mos e humb durimin me gjërat të vogla. Ke një fuqi të madhe për të ndrequr çdo problem që të ka dalë përpara në jetë. Bëje jetën të rrjedh më qetë dhe pa zhurmë. Akrepi. Sot i dashur akrep të mjafton pak përqendrim dhe do të bësh namin me punët. Je në Terezinë tënde për të marrë me detaje dhe askush nuk mund të hedhë hi syve. Nuk e kohë për llafe të kota dhe do t'i japësh drejtim punëve të shtëpisë dhe përditshmërisë. Por me që nuk e duron dot monotoninë, mundohu t'i japësh pak ngjyrë ditës, ndoshta duke u marrë me një hobi që e ke patur qef dikur. Ke shumë dëshirë të ecësh përpara, por dëgjoj këtu, me që Mërkuri nesër kthehet në rrugë të mbar, mos u nxito sot. Jo çdo gjë është ashtu siç duket në shikim të parë. Prit edhe pak sa të hapet rruga plotësisht dhe pastaj vepro me siguri. Shigjetari. Sot ti e ke mendjen tek siguria dhe stabiliteti. Hëna po të shtyn drejt argëtimit dhe gëzimit, por Saturni aty pranë po të thotë, prit se kemi punë. Për ty, edhe pushimi sot mund të duket si punë, sepse do që çdo minutë të kalosh në mënyrë produktive. Të pëlqen të bësh plane, strategji dhe të gjesh zgjidhje për problemet që të kanë dalë përpara. Kjo të jep një lloj qetësie në shpirt. Por mbaje mend, disa gjëra janë akoma pezull për shkak të Mërkurit. Mos u shqetëso nëse nuk i merr të gjithë përgjigjet sot. Shijoje procesin e rregullimit të jetës tënde dhe bëu gati për ditë më të qarta që po vijnë shumë shpejt. Britqapi. Sot i dashur britqap, vëmendja jote është e gjitha tek shtëpia, familja dhe njerëzit e tu të afërt. Mund të mësosh diçka shumë të rëndësishme sot, që do të shërbejë në të ardhmen. Je i fokusuar në punët e shtëpisë dhe sa më shumë vë rregull rreth vetes, aq më shumë që të qartësohet mendja. Edhe pse do të jesh punëtor, merre pak shtruar. Mund të ketë ndonjë keqkuptim të vogël sot, por mos u mërzit, se këto gabime do të ndihmojnë të shohësh ku ke çaluar më parë. Ke shumë energji në mendje dhe je gati për çdo gjë. Shtëpia jote është kështjella jote, ndaj rregulloje ashtu siç di ti dhe do të ndihesh mbret. Ujori. Sot është dita për të treguar talentet e tua dhe për të vënë rregull në mendimet e tua i dashur ujor. Hëna po lëviz te pjesa e komunikimit dhe po të kujton se ke ca detyrime për të kryer. Pak disiplinë dhe do të bënte shumë punë sot. Ndoshta do të kujtohet diçka që e ke lënë pas dore dhe do thuash, erdhi koha ta mbaroj.
Je gati të kapërcesh çdo pengesë për të arritur qëllimet e tua, por kujdes, me që jemi fiks para te Mërkurri se të kthehet në rrugë të drejtë, mund të mungojë ndonjë informacion i vogël. Mos nxjerr përfundime të nxituara. Prit edhe pak, se edhe e vërteta do të dalë shpejt në shesh dhe ti do të dish si të veprosh. Kalojmë tani tek shenja e fundit, peshqit. Të dashur peshq, sot e keni shumë të lehtë t'i vini gjërat në vendin e tyre. Punën më të mirë do ta bëni nëse punoni vetëm ose me ritmin tuaj, se të tjerët mund t'ju ngatarrojnë sot. Ke dëshirë të madhe të vesh rregull te paratë dhe gjërat e tua personale. Hëna po të ndihmon të shohësh mirë çfarë ke dhe çfarë të mungon. Edhe pse Mërkuri po bën ca naze kohët e fundit, ti je në pozicion të mirë. Mendon për të ardhmen dhe nuk mjaftohesh me kënaqësitë e momentit. Kjo është zgjedhja e duhur. Rregullo financat, shiko se ku mund të kursesh dhe ku mund të fitosh më shumë dhe suksesi do të trokasë në derën tënde. Ju urojmë të gjithëve një ditë sa më të mbar, fat në dashuri, suksese në punë dhe një shëndet sa më të mirë.